Një tender i zhvilluar nga operatori i sistemit të transmetimit, institucioni drejtuar nga Elisian Bitsi, ka ngritur pikpyetje mbi mënyrën se si menaxhohen fondet publike në Shqipëri. Ajo që vjet re është mungesa e konkurrencës, pasi në garë morën pjesë vetëm 2 kompani. Asociacioni i gazetarëve të Shqipërisë ka quajtur të pajustifikueshëm vendimin për mbylljen e platformës TikTok në vendin tonë në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Sipas tyre, ky është një hap ekstrem që cënon lirinë e shprehjes. Shtimi i rasteve të vetvrasjes në vend ka kaluar në shifra alarmante. Shoqata e infermierëve në Lezhë ka apeluar publikisht për kontrollin e shitjes së fotoksinës. Agjencia Europiane e Azilit bën të ditur se gjatë vitit 2024, 7.325 shtetas shqiptar kanë paraqitur kërkesë për azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Në krahasim me vitin 2023, numri i shtetasve shqiptar që kërkuan azil në Bashkimin Evropian ka rënë, pasi vitin e kaluar aplikuan 9.145 persona. Kina ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara se është e gatshme që të përballet me çdo lloj lufte, duke theksuar se është përgatitur të luftojë deri në fund nëse SBA vazhdon me politikat e saj të tensioneve tregtare. Ky reagim erdhi pas vendosjes së tarifave të reja nga presidenti Donald Trump. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Një tjetër tender i zhvilluar nga operatori i sistemit të transmetimit, institucioni drejtuar nga Elisian Bitsi, ka ngritur pikpyetje mbi mënyrën se si menaxhohen fondet publike në vendin tonë. Ajo që shihet është mungesa e konkurrencës, pasi në garë morën pjesë vetëm 2 kompani, por njëra prej tyre nuk dorëzoi asnjë dokument apo ofertë. Një tjetër tender i dyshimt ka ngritur pikpyetje mbi mënyrën se si menaxhohen fondet publike në Shqipëri. Bëhet fjalë për tenderin me objekt upgrade hardware software i sistemit të kontrollit të nën stacionit 220 kV në Vjerës, zhvilluar nga operatori i sistemit të transmetimit, institucioni drejtuar nga Elisian Bitsi. Tenderi u zhvillua përmes një procedure të hapur mbi kufirin e lartë monetar, me një fond limit prej 34.514.000 lekë të reja pa TVSH, ose rreth 414 milion lekë të vjetra me TVSH. Fituesi i shpallur ishte kompania First në pronësi të Gëzim Hoxhës, e cila dha një ofertë 33.907.000 lekë të reja pa TVSH, ose rreth 407 milion lekë të vjetra me TVSH, që përbën 98.2% të fondit limit. Diferenca minimale mes ofertës fituese dhe fondit limit tregon se çmimi i tenderit ishte thuajse i përcaktuar paraprakisht, një praktikë e zakonshme për tendrat e dyshimt. Një nga aspektet më problematike të këtij tenderi është mungesa e konkurrencës së vërtet. Në garë morën pjesë edhe 2 kompani, por njëra prej tyre nuk dorëzoi asnjë dokument apo ofertë. Kjo do thotë se fituesi u vendos automatikisht, duke e bërë procesin një formalitet dhe jo një garë të hapur dhe të drejtë. Praktikat të tilla janë një tregues i qartë i mungesës së transparencës dhe favorizimeve të mundshme. Tenderi me këtë numër reference është një tjetër shembull i mënyrës se si fondet publike shpesh përndahen pa një konkurrencë reale, duke ngritur dyshime mbi favorizimet e kompanive të caktuara. Një garë e hapur dhe transparente duhet të garantojë pjesëmarrjen e disa operatorëve ekonomik, të cilët do të ofronin çmime konkurruese dhe cilësi më të mirë për shtetin. Por në këtë rast, mungesa e konkurrentëve dhe oferta që pothuajse është e barabartë me fondin limit tregojnë për një tender të paracaktuar që mund të jetë zhvilluar për të justifikuar ndarjen e parave publike tek një subjekt i caktuar. Asociacioni i gazetarëve në Shqipëri e ka quajtur të pajustifikueshëm vendimin për mbylljen e platformës TikTok në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Sipas tyre, ky është një hap ekstrem që cënon lirinë e shprehjes dhe të drejtën e shqiptarëve për t'u informuar. Asociacioni i gazetarëve të Shqipërisë dënon vendimin e qeverisë shqiptare për të mbyllur rrjetin social TikTok, një hap ekstrem dhe pajustifikuar i cili cënon lirinë e shprehjes dhe të drejtën e qytetarëve për t'u informuar, shkruhet në deklaratë. AGSH thotë se zgjidhja e pretenduar për përmbajtjet e dëmshme ndaj fëmijëve nuk mund të jetë mbyllje arbitrare e një platforme të tërë, por përmirësimi i politikave rregullatore dhe edukimi mbi përdorimin e sigurt të medjave sociale. Ky vendim krijon një precedent të rrezikshëm dhe e afron Shqipërinë me regjime autoritare që kufizojnë lirinë e fjalës përmes censurës digjitale. Mbyllja e një rrjeti social të përdorur gjerësisht nga qytetarët, bizneset dhe gazetarët dëmton rënd pluralizmin mediatik dhe të drejtën për të komunikuar lirshëm, vijon më tej AGSH, duke shtuar se do të ndërmarrë hapa ligjor në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për të sfiduar këtë akt fillimisht në gjykatën kushtetuese të Shqipërisë. Duke pretenduar se ka bërë konsultime me prindrit,
Ministri i Arsimit tha se ka nisur komunikimin me platformën për mbylljen e një periudhe 12 mujore. Por kritikat e vendimit dhe grupet opozitare thanë se në të vërtetë mbyllja e rrjetit të përdorur nga mbi 1 milion shqiptar bëhet për të censuruar informacionin dhe denoncimet qytetare ndaj korrupsionit që vijnë prej tij. Banorëve të fshatit mbyhet në Fier, po ju merren tokat nga bashkia me justifikimin e zgjerimit të varrezave. Ata kërkojnë ndryshimin e vendimit arbitrar të qeverisë për shpronësimet, pasi tokat e tyre bujqësore dhe ullinj shekullor janë vlerësuar me çmim shumë të ulët. Banorët e fshatit mbyhet në Fier kanë bllokuar punimet e bashkisë që po shkul pemët në tokën e tyre, pa rënë ende dakord për shpronësimin e justifikuar me zgjerimin e varrezave publike. Ata kërkojnë ndryshimet e vendimit arbitrar të qeverisë për shpronësimet, pasi tokat e tyre bujqësore dhe ullinj shekullor janë vlerësuar me çmim të ulët. Familjet e fshatit mbyhet kundërshtojnë vendimin e qeverisë, ku thuhet se një dynim tokë do të shpronësohet me 260.000 lekë dhe një rrënjë ullinj me 11.000 lekë, pasi ato ishin burimi i tyre i vetëm i jetës. Kemi mbjellë ullinj prej 40 vitesh dhe marrim prodhim. Tani vine na e marrim për varreza. Me këtë tokë ushqehemi, me çfarë të ushqejmë fëmijët? Bashkia vjen e merr tokën pa njoftuar, pa konsultuar, vjen e shkul ullinjt këtu pa rënë dakord me ne për çmimin e tokës, thanë banorët. Policia bashkiake ka shkuar për të prerë ullinjt, por ka hasur rezistencën e banorëve. Efektivët shoqëruan 3 prej protestuesve gjatë tensioneve, të cilët pasi u morën në pyetje janë lënë të lirë. Zyrtarët bashkiak thanë se do të vazhdojnë punën për zgjerimin e varrezave në tokën e rreth 10 familjeve, edhe pse ata nuk pranojnë kushtet e ofruara. Shtimi i rasteve të vetvrasjes në vend ka kaluar në shifra alarmante. Shoqata e infermierëve në Lezhë ka apeluar publikisht për kontrollin e shitjes së fotoksinës, një pesticid i rrezikshëm që përdoret shpesh nga njerëzit e dëshpëruar për t'u dhënë fund jetës. Shoqata e infermierëve në Lezhë ka apeluar publikisht për rrezikun e përdorimit të fotoksinës si mit vetvrasje e vetlëndimi, si dhe kontrollin e shitjes së pesticidit të rrezikshëm që përdoret nga njerëzit e dëshpëruar për t'i dhënë fund jetës. Mjekët raportojnë shtim shqetësues të numrit të vetvrasjeve dhe lëndimeve me fosfoksin të njerëzve të dobët e në depresion, duke argumentuar se kontrolli më i ashpër i substancës dhe ndërgjegjësimi për fenomenin ofron shpresë për sprapsjen e tij. Tragjedi të shumta janë shënuar në Shqipëri duke përdorur fosfoksin, kryesisht mes të rinjve e të rejave, që në momente dobësie dhe pa mbështetje vendosin të ndërpresin jetën e tyre. Shoqata e infermierëve të Lezhës kërkon përfshirjen e zyrtarëve shtetëror lokal në nismat e sensibilizimit, si dhe ndërhyrjen për forcimin e ligjeve dhe mbikëqyrjen e farmacive bujqësore që shesin helmin. Një 41 vjeçar shqiptar është arrestuar në Itali pasi u kap duke transportuar 105 kg kokainë në një makinë të marrë me qera. Hetimet po fokusohen në lëvizjet e tij dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në trafikun e drogës. Një 41 vjeçar shqiptar është arrestuar në Itali pasi u kap duke transportuar 105 kg kokainë në një makinë të marrë me qera. Droga e cila ishte fshehur në 3 çanta të mëdha, u sekuestrua nga policia italiane në zonën e Aprilias, pranë qendrës tregtare Aprilia 2. Sipas autoriteteve italiane, lënda narkotike ishte destinuar për tregun e zonës Pontina dhe kishte një vlerë prej rreth 3 milion eurosh në formën e saj të pastër, ndërsa e përzier me substanca të tjera mund të arrinte deri në 10 milion euro fitime. Policia italiane vuri re makinën me qera, të cilën e konsideroi të dyshimt. Gjatë kontrollit, shqiptari shfaqi shenja nervozizmi, çka i shtyu efektivët të inspektonin bagazhin, ku gjetën çantat me 90 pako kokainë. Për të shmangur zbulimin nga qendra antidrog, paketat ishin spërkatur me një substancë me aromë menteje dhe vajra të veçantë, por kjo nuk rezultoi efektive. 41 vjeçari ishte emër i panjohur për autoritetet italiane dhe sapo kishte mbërritur në vendim shqinj, duke ngritur dyshime për përfshirjen e tij në një rrjet trafiku. Tani hetimet po fokusohen në lëvizjen e tij dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në trafikun e drogës. Dritan Gjika, pasuesi Dritan Rexhepit në organizatën kriminale Kompania Bello, ka ndërtuar një rrjet të fuqishëm të trafikut të drogës dhe pastrimit të parave në Ekuador, duke shfrytëzuar kompani dhe biznese të lishme si mbulim për aktivitetin e tij. Ndërkohë një tjetër figurë kyçe, Remzia Zemi, është krahu i djathtë i Rexhepit, duke koordinuar ndërkesat e kokainës dhe duke urdhëruar ekzekutimin e rivalëve të tij. Sipas raportimeve të inteligjencës nga Ekuadori dhe Europa, pasuesi i Dritan Rexhepit në Ekuador ishte një tjetër bos shqiptar i organizatës kriminale Kompania Bello, Dritan Gjika.
Të dy, Rexhepi dhe Gjika, banonin në të njëjtën zonë ekskluzive të San Borondo, një nga lagjet më të pasura të Guayaquilit. Mediat në Venezuelë raportojnë se Gjika zotronte një sër resortesh dhe biznesesh në Guayaquil, të cilat i përdorte si mbulim për aktivitetet e tij të palishme, përfshirë kontrabandën e drogës. Që nga viti 2020, ai krijoi një rrjet të fuqishëm ekonomik dhe politik, duke ndërtuar një strukturë të fortë për trafik droge dhe pastrim parash. Për këtë qëllim, ai shfrytëzoi një grup prej 10 kompanish, 6 të regjistruara në Ekuador dhe 4 në Spanjë, përfshirë fabrika të kanabisit dhe plantacione banesash. Në vitin 2023, emri i tij u bë i njohur për shkak të lidhjeve me Rubén Cris, i cili u vra në nëntor të atij viti, dhe me Danilo Carreran, kunati ish presidentit e Ekuadorit, Guillermo Lazo. Carrera u dënuar për krim të organizuar si pjesë e një skeme të kontratave të palishme në sektorin energjetik. Duke e kuptuar se ishte ekspozuar, Gjika u largua nga Ekuadori. Ndërkohë në Kolumbi, drejtari Rexhepi lëvizte midis qyteteve Bogota dhe Santa Marta. Në të njëjtën kohë, një tjetër figurë kyçe e kompanisë Bello, kosovari Remzi Azemi, ndodhej gjithashtu në Kolumbi. Ai është arrestuar së bashku me Rexhepin në Ekuador në vitin 2014, por u lirua 3 muaj më vonë. Pas lirimit, Azemi mori përsipër koordinimin e dërgesave të kokainës nga Guayaquili dhe u bë krau i djathtë i Rexhepit. Përveç kësaj, Azemi ishte i njohur për urdhërimin e ekzekutimit të shqiptarëve të tjerë që përpiqeshin të krijonin grupe të pavarura për eksportin e kokainës nga Guayaquili, pa miratimin e kompanisë Bello. Sipas inteligjencës europiane, Azemi përdorte përkohësisht një automjet të blinduar me targ GSU 2041, i cili ishte regjistruar në emër të Cartin Paolo Ospino Fernandez, partneres të Rexhepit. Ospino Fernandez kishte qenë aksionere dhe presidente e kompanisë World Class Ecuador, e cila operonte në sektorin e turizmit, deri në korrik të vitit 2021, kur Rexhepi tashmë ishte arratisur drejt Kolumbisë. Agjencia Europiane e Azilit ka bërë të ditur se gjatë vitit 2024, 7.325 shtetas shqiptar kanë paraqitur kërkesën për azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Në krahasim me vitin 2023, numri i shtetasve shqiptar që kërkuan azil në Bashkimin Evropian ka rënë, pasi vitin e kaluar aplikuan 9.145 persona. Agjencia Europiane e Azilit në raportin e saj vjetor të sapo publikuar bën të ditur se gjatë vitit 2024, 7.325 shtetas shqiptar kanë paraqitur kërkesën për azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Në listën e kërkesave për azil nga vendet e Ballkanit Perëndimor, qytetarët nga Shqipëria dhe Kosova zën vendin kryesor. Sipas të dhënave të raportit, 6.791 shtetas nga Kosova aplikuan për azil në Bashkimin Evropian gjatë vitit 2024, ndërsa nga Maqedonia e Veriut u regjistruan 3.506 kërkesa, nga Serbia 3.227, nga Bosnia e Hercegovina 1.432 dhe nga Mali i Zi 333 kërkesa. Në krahasim me vitin 2023, raporti i shtetasve shqiptar që kërkuan azil në Bashkimin Evropian ka rënë, pasi vitin e kaluar aplikuan 9.145 persona. Franca vazhdon të jetë destinacioni kryesor për azil kërkuesit nga Shqipëria, e ndjekur nga Gjermania, ndërsa Italia dhe Greqia renditen në vijim. Raporti tregon se në vitin 2024, vendet e Bashkimit Evropian kanë marrë rreth 1 milion kërkesa për azil për të tretin vit radhazi. Në fund të vitit, në Bashkimin Evropian kishte rreth 4.4 milion përfitues të mbrojtjes së përkohshme, kryesisht nga Ukraina, ku Gjermania dhe Polonia pritën gjysmën e tyre. Ndërkohë Çekia rezultoi vendi që priti më shumë përfitues në raport me popullsinë e saj. Ndër të dhënat kryesore të raportit vërehet një rënje e lehtë e kërkesave për azil krahasuar me vitin 2023. Sirianët mbeten grupi më i madh i azil kërkuesve në Bashkimin Evropian, megjithatë numri i aplikimeve të tyre gjatë vitit 2024 ishte më i ulët se vitin e kaluar, pas ndryshimeve të situatës politike në Siri dhe rënies së regjimit të Asadit. Importet e mallrave të aksizës në Shqipëri shënuan një rritje të ndjeshme gjatë janarit të vitit 2025 me rritje të kërkesës për naftë, kafe dhe birë, ndërkohë që importet e cigareve ranë për shkak të rritjes së aksizës dhe uljes së kërkesës për to. Importet e mallrave të aksizës shënuan një rritje të fortë muajin janar në Shqipëri, duke reflektuar sipas ekspertëve kërkesën në rritje për këto produkte, pikërisht nga rritja e fluksit të vizitorëve të huaj. Të dhënat e Ministrisë së Financave referojnë se në janar të vitit 2025, importet e naftës shënuan rekordin e viteve të fundit duke arritur në 53.250 tonë. Rritja e importeve të naftës lidhet me volumet më të larta të transportit dhe gjithashtu të ndërtimeve dhe investimet në infrastrukturë.
Gjithashtu Shqipëria është në prag të zgjedhjeve parlamentare të majit, së cilat shoqërohen me rritje të injektimeve buxhetore ose lëvizje të tjera parash. Aktiviteti ekonomik dhe transporti intensifikohet në prag fushatash, duke nxitur edhe rritjen e konsumit të karburanteve. Nga ana tjetër, rritja e numrit të vizitorëve të huaj në fillim të vitit 2025 lajmëron kërkesën në rritje për karburant dhe mallra të sektorit mikpritës. Importet e kafes shënuan gjithashtu një rekord historik me 723 ton vetëm në janar, duke u rritur me 99% në krahasim me janarin e vitit 2024. Burimet treguan se grosistët e kafes janë pritur të rrisin blerjet për të mbrojtur nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Baret dhe restorantet deri tani nuk kanë reflektuar një rritje të çmimeve të importit të kafes, por kanë paralajmëruar se do të ketë një ndryshim në pranverë ku edhe konsumi pritet të rritet nga turistët. Importet e birrës gjithashtu pësuan një rritje të lartë në janar. Sasitë që erdhën nga jashtë për tregun vendas ishin 35% më të larta se në janarin e vitit 2024. Rënjet e importeve shënuan si vjet vetëm cigaret, sasitë të cilave në janarin e vitit 2025 ishin 4% më të ulta se një vit më parë në të njëjtën periudhë. Rritja e aksizës ndaj cigareve besohet se ka frenuar sasitë e importeve. Një studim i kryer së fundmi tregon se miqtë që bëjnë shaka të vazhdueshme me njëri tjetrin janë të prirur 300% për të qenë besnik dhe të sinqert. Sipas këtij studimi, nëse shoqëria bazohet në shaka të ndërsjella, atëherë të jeni të sigurt se keni gjetur miq të vërtet. Për shumë njerëz, shakaja dhe tallja mes miqve ka qenë pjesë e pandashme e fëmijërisë dhe adoleshencës. Disa e quajtën roasting, tjerë ngacmim miqësor. Por një studim i fundit tregon se ky lloj komunikimi mund të jetë një shenjë miqësisë së fortë. Sipas studimit, miqtë që tallen në mënyrë lozonjare me njëri tjetrin janë 300% më të prirur të jenë besnik dhe të sinqert. Autorët e studimit theksojnë se këto ngacmime të lehta forcojnë lidhjet, duke krijuar një ndjenjë më të thellë besimi dhe hapjeje. Një sondazh mes lexuesve konfirmoi këtë ide. Stacy: kam jetuar pjesën më të madhe të jetës në Massachusetts, edhe atje është shumë normale. Nëse nuk po të tallin, atëherë askush nuk të pëlqen, ndërsa Tony qesh dhe thot: disa miqë ngacmoj, të tjerët jo. Ka njerëz më të ndjeshëm, prandaj duhet të njohësh mirë miqt. Një tjetër shprehet se unë dhe miqtë e mi jemi shumë të këqinj me njëri tjetrin. Po qesh tani duke menduar për ato që i themi njëri tjetrit, është thjesht dashuri dhe argëtim. Pra nëse shoqëria juaj bazohet në tallje dhe shaka të ndërsjellta, mund të jeni të sigurt se keni gjetur miq të vërtet. Kina ka paralajmëruar SBA-n se është e gatshme të përballet me çdo lloj lufte, duke theksuar se është e përgatitur të luftojë deri në fund nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë me politikat e tyre të tensioneve tregtare. Ky reagim erdhi pas vendosjes së tarifave të reja nga presidenti Donald Trump mbi mallrat kinez, duke nxitur një kundërpërgjigje të menjëhershme nga Pekini me tarifa mbi produktet bujqësore amerikane. Kina ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara se është e gatshme të përballet me çdo lloj lufte pasi tensionet tregtare midis dy vendeve janë përshkallëzuar ndjeshëm. Ky reagim i ashpër erdhi pasi presidenti Donald Trump vendosi tarifa të reja mbi të gjitha mallrat kineze, duke nxitur menjëherë kundërpërgjigjen e Pekinit me tarifa prej 10 deri në 15% mbi produktet bujqësore amerikane. Nëse SBA dëshiron luftë, qoftë tregtare apo çfarëdo lloj tjetër, ne jemi gati të luftojmë deri në fund, deklaroi ambasada kineze në Washington përmes një postimi në platformën X, duke cituar një deklaratë zyrtare të qeverisë kineze. Kryeministri kinez Li Qiang njoftoi se vendi do të rrisë përsëri buxhetin e mbrojtjes me 7.2% këtë vit, duke paralajmëruar se ndryshimet të papara në një shekull po ndodhin me një ritëm më të shpejtë. Kina po përpiqet të përcjellë mesazhin se ekonomia e saj mund të vazhdojë të rritet pavarësisht kërcënimeve të SBA-s. Pekini e zyrtar dëshiron të paraqitet si një vend i qëndrueshëm dhe paqësor, ndryshe nga Washingtoni, të cilin e akuzon për përfshirje në luftra në lindjen e mesme dhe Ukrainë. Nga ana tjetër, qeveria kineze synon të shfrytëzojë tensionet e Trump me aleatët e tij si Kanadaja dhe Meksika, të cilat gjithashtu janë prekur nga tarifat amerikane. Megjithatë, Pekini duket se nuk dëshiron të rrisë retorikën deri në pikën që të tremb partnerët e mundshëm global. Kina ka dhënë shpesh sinjale të gatishmërisë për konflikte. Në tetor të vitit të kaluar, presidenti Xi Jinping i bëri thirrje ushtrisë të përgatitej për luftë, ndërsa Kina zhvilloi stërvitje ushtarake pranë Tajvanit.
por ekspertët theksojnë se ka një dallim mes përgatitjes ushtarake dhe një vendosmërie reale për të hyrë në luftë. Në një tjetër deklaratë të fortë, Ministria e Jashtme kineze akuzoi SBA-n për përdorimin e çështjes së trafikut të fentanilit si një justifikim të dobët për rritjen e tarifave mbi importet kineze. Fleksimi nuk na tremb, presionet dhe kërcënimet nuk janë mënyra e duhur për të trajtuar Kinën, u shpreh zëdhënësi i ministrisë. Tensionet mes dy superfuqive vazhdojnë të jenë një ndër çështjet më delikate në politikën globale. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë me Ruta Kofshi.